Banorët e Imshtës vazhdojnë protestat e tyre për tokat Buzlumit. Pasi u paraqitën dje në komisariatin e policisë, mbrëmjen e djeshme ata kanë kërkuar sqarime nga kryetaria e bashkisë Eriselda Sefa. Banorët kanë kërkuar nga kryetaria të zbatohen ligjet në fuqi për tokat e baseneve ujore dhe distancat e ndërtimeve brenda tyre. Banorët u shprehën se nuk do të lejojnë që tokat bujësore të përdoren për panele diellore. Kryetaria Sefa është shprehur se pretenduesit e blerjes së tokës nuk kanë marrë leje në Bashkinë Lushnjë për ndërtim apo zhvillim prone, por kanë marrë nga administratori i njësisë administrative Bubullim vetëm leje për të rrethuar tokën që pretendon se e ka bler nga të tjerë. Banorët më kërkuan që unë të bëja një takim për t'i dëgjuar për problematikat e tyre, erdha i dëgjova dhe më pas gjithë problematikat që mora do të shikoj hapas hapi sipas procedurave të nevojshme ligjore. Kanë kaluar nëpërmjet bashkisë procedurat leja mjedisore apo leja zhvillimore? Atëherë zotëria ka marrë vetëm një leje për rrethim nga njësia administrative Bubullim.